Njohës balë për balë të anagnostit më duke se si regjisor për të prezentuar personazhin që e ka shvilluar jetën e tij të kohëve moderne midis Rusisë dhe Gjirokastërës. Por për të folur më tej për këto gjëra, do jemi në koherencë me njëri tjetrin. Tani për momentin jap fjalën moderatorëve të podcastit, ideatorëve, të bëjnë ato majtapet e momentit prezantimit të hyrëse, domethënë falënderim për këto gjëra. Lex, të falenderojmë Lex kemi sponsorat se në bazë të sponsorave nisë iniciativë. Të lutem, mund vazhdoni. Edhe përshëndetje të gjithëve, dua t'ju falenderoj përsëmërisht gjithë ndjekësit që do në YouTube, në Instagram, në Facebook. Nga kanë suportuar, nga kanë dhënë ndihmë shumë të madhe dhe një emocion për të vazhduar më tej episodet e ardhshme të Historisë Gjirokastërës. Gjithashtu, një falënderim special sot vjen për çunat Seldianin, Tanin edhe Martinin për këtë birë të këndshme, super të këndshme Budvari. Dhe Budweiser, the best beer in the world. Do kalojmë bukur në shoqërinë e kësaj bire. Në me që ka do të dyja t'i hapi dhaja. Unë do atem dhe një tjetër, që herën e fundit ne kishim një problem të madh se nuk pinim dot duhan brenda, se s'lejohet. Edhe tani fal Evis Damos, i cili bëri të mundur që të na ofroj sponsorin ton të dytë, që është Views and Go, edhe një Budweiser që po hapet këtu. Po thoja, përveç Budweiserit kemi edhe Views and Go, që është cigare elektrike me dhe pa nikotinë. Ku janë këto kanalur? Elektronike. Elektronike, elektrike dhe akustike. Janë të fushës e Kjo është me pak fjalë është brendi numër 1 në botë. Me çfarë shije? Ka në këto lëngja dedicated made in USA, ka që duhet të dish. Brand, është brand. Unë dua më shumë ta shijoj këtë produkt. Ku janë? Kërko në internet, përshihet kërko Views and Go, kurse tani po do ofrojmë do. Faleminderit. Një big thanks të djalë, se kam një djalë që Ervis Dama, përshëndetje Ervis Dama. Ervis, faleminderit. Ecë në biznesi dhe faleminderit shumë. Ja ti fut vllajt 600 pompa. Deri kur Ta bëj këtu domani sera. deri kur janë 600 pompa deri në? Gjetë të prëmte tjetër, beni një të tjetër dhe haroni të blini më cigare. Pra dhe njerë falenderit Ervis Damos, Seldianit, Martinit edhe Tanit për të birë të mrekullueshme që bëhet në Çeki dhe që vjen nga Çekia. Na vajshi çik në Kërmazin, të fillojmë se qytetarët dhe publiku janë të nderuar. Po na pret. Dhe të respektuar, po janë po na presin si futet jo të na. Kështu? Po. Alert, se na poshtë ka tjetër. Si hapën më? Tani fute në gojë. Site? Edhe bëj popa. Sa bukura, pra. Hajde, cheers. Me qire ke. As të kuptoj fare Rolls. Po me kë jemi sot ne këtu, se se tham. Një minutë lutem. Pra. Për të bërë një analizë, një marrëveshje. Unë mendoj domethënë që prezantimin e legjendës së gjallë This magic se ngaz do. Nuk është vetëm ndezur, është elektronike. Vetëm thithë. Vetëm 599, 598, 597 i vlonjazi mu. Të rofsha të fakër në Elvis. Sa bukur. Po ku ishe o shpiti vllajt? Mund diqja në kaldu në Karelja. Pra, ky personazh që po flet të nderuar miq, që akoma nuk e kemi prezantuar. Lego që do të rjenik mund, besu. E kanë burokrasi këta, e kanë burokrasi të emisionit. A duhet prezantuar? Kush do të prezantuar. Tani unë do them vetëm domethënë tetorema, nuk do hiri shumë në të sella domethënë, tetorema, datlindja nuk na duhet domethënë shumë. Po e më se jemi për të martuar këtu. Jemi po të që hapja Tinderun. Kur keni lindur sot? Në vitin 3. Në vitin 3. Është vitin 3. Si që dini dhe si që e njeni mirë, të lutem, mund më afrosh pak atë atje, të lutem? Që po qamu këtu për të afruar gjera? Shtëpim, po dhe që të lutem. Ku do shtëpia? Liqenapet i shtëpia? Si që dini, do më thënë, këtë shtëpi e njojnë të gjithë, jo vetëm Gjirokastër, po dhe me gjerë, turistë nga e gjithë bota. Mund të plasit blerva, më shumë për te që... Të lutem. Kjo është e punuar nga xhaxha im, Tani, Topulli. Edhe frymëzimi vjen nga origjinali. Ne tani ti bëj gelon elogje Remi, jo Tani, që është tonë tham 24. Jo, po është e punuar nga Tani. Shu e kemi ne. Te vendi është punuar. Tani kjo është kull e zekatëve. Vendi e punuar ata, po e ka lënë në gjysmë. Kull e zekatëve, dhuratë e Alipashës për të parin e fisit të Bravo. Lemës. I pare fisit ka qenë Beqir Zego. Po.
Me gjithë Zeku ka qenë ekonomist i Alipashës. Unë po mbarova pompa dhe lasë emisionin dua cigare tjetër. Vazhdoni. Po Elvisit tha, që kjo është super, ta them me shpirt. Remi Zeku e çfarë arsimi ka të lutem? Kam mbaruar vaj Shkollën e jetës. Shkollën këtu, kam marrë diplomë për greqishte dhe kam edhe diplomë anglisht mos shpëtitar. Hela Jorgo ti kalis. Ola kalam ja da. Ishte ratë ka kavje mu me zi erdha. Tani erdhe. E ke parë Jorgo që flet ma të në TikTok? Po. Po ti s'na the gjuhën tjetër që flet o. Ati që s'mëtojnë. Anglisht, greqisht edhe rusisht o. E mu s'purën në rusisht. Mund të na bësh një përshëndetje, një në gjuhën ruse. Evo kak ti bja zavut? Po ashtu si të qua? Me ja zavut Ruolf. Ruolf e vari ato. Dobro utra. Kak ti dha? Si quesh? Dëgjoj, që ta kthej pak Po kthej për mbi s'poteshe për shtuar. Tek pjesa e parë. Unë s'kam punë. Radhën e kaluar ishim unë, Emini, Sotiraki dhe shumë personazhe, po të jeni të sigurt domethënë që në këtë podcast do ketë shpërthime, më kupton sepse personazhi Unë i di shpërthime ti tani mu. Personazhi dridhjet me vrim, se shko si të tjerët. Se nga Ukraina që vi unë. Tani mirë këta që na sponsorizuan, që i falenderuam Budweiserin, cigaret gjerat po. Vajtëm që në orën 6 që bënim prova që hanim fara. Nga mlesht mu. Si me ndonë për shembull për sponsorizimin e radhës ku duhet të drejtohemi? Po duhet të jafruar në një bacho muhabeti mu nga se u kalpëm në vara. Në kulmet. Mu ullët këtu, shikisht zoti që experience Gjiro Kastra ka bërë këtë zyrë të mrekullueshme, unë atje, po s'kisha dhe Qeqon, të fisa dhe me Qeqon, ha vara më duke sigur, Jo, si ku shpoja rame të ketë si triboni. Qeqon e kemi këtu, dhe për për pikturat, për arrendimin Pa e të kësaj postaqe zyre, pinë, s'ku që ka bërë. duam të falenderoj pikërisht. Sulma. Duam të falenderoj Perwa, jo. Ledi Musara, shumë faleminderit. Jeni special në llojin tuaj. Unë mendoj se duhet të afruar në një bachoje, në një bulmeti në një gjë, të nga kapi në një gjas, në një salam. Nga kapi thëmba Për dikëm. shembull, mund të afrojmë qapën si sponsor si tonë? Po, pse jo, ku punon që të fiksi? Të fiksi. Të fiksojmë i vare. Salsishe gjëra të... Po të vi këtu produkti. Edhe antimoner mund të... Edhe antimoner. Në një bukë, do më Po, kosta vllaja tigonea, po ujë. Po, për të ngrohur, zotri, do më thënë, se duhet në një sop druri në një gjë, mund të afrojmë një donator me dru. Po marka, Uzvarna mua më ka thënë që punon vetëm me këtë birë. Po ti hedhësh të birë, punon Uzvarna. Ajo, që me gjuhë shqipe quhet? Nuk mblidhe shiriti Uzvarna fare. Ja ta provoj mirë. E vajtë të zinxhir, hajde këtu. Hajde vi vaj. E ka për motosharët, dhe do të kuptove. Që marrë blusa më daj. Gesri, Thuajtësh. tani ti do me thënë Remi Zeku në një tërë jetën, po cila ka qenë pyetja më kurioze që ke dashur t'i bësh e Remi Zeku në video që do me thënë, po themi t'ja bësh para kamerave, se mbrapa kamerave i ke bërë një pyetje. Sinqerisht, mua më ka pëlqyer shumë Remi Zeku në videot e tij që hidhte në kohën kur ishte në Rusi. Me gatimet e tij tradicionale, nuk e di, ishte një gjë fantastike sepse po shikoje gatimet tradicionale gjirogastride Në mes të Moskës. Në mes të Moskës. Dhe kjo ishte një gjë fantastike, një gjë shumë e veçantë. Po, Dua të bëj një pyetje sinqerisht. Vërtet ishe aq i apasionuar pas gatimeve gjirogastride në Moskë, nuk kishe interes për të provuar kuzhinën ruse. Nuk, do me thënë, ku është ndryshimi mes kuzhinës ruse dhe kuzhinës të kuzhina ruse në vite ka qenë afërsisht si kuzhina e Ballkanit. Me neva, pastaj në vitin 1999 la zastavën ata e kapën vetë. Ju futën kuzhinës tradicionale, e kupton, ju futën kuzhinës me lek në restorante me gjëra. Kuzhina ruse tani, po ta kuptosh, është vetëm për mua ka shumë gjëra të bukura kuzhina ruse, po tani po të shikosh rusët, ai shumë të ka janë gjëra, po të gjesh në shtëpi mund të gjesh patate dhe vodka. Patate dhe vodka. Ashtu e fillojnë ata muhabetin. Nisë që në mëngjes me patate dhe vodka. Po Dhe mund të gjesh mbaron me vodka dhe patate në në krahasim me Evropa me Rusi. Në Rusi mund të gjesh në Evropë mund të hash një tost, në Rusi do gjesh një blajn. Blajn. Për gjithë ata që nuk e kuptojnë, blajn është mish, është Telovare. Telovare. Ai mos barku. Po në Rusi ka diçka tjetër që s'kesh të bësh dobiresh me këto gatime, me këto hobi, se në Rusi e vesh çizme në prirë dhe heq Po të mra.
Në fundë... Vetë prezenca jote, do na bëj shumë për të qeshur të na problemi është një donator për dhëmbët, si do bëjmë se dalim pa dhëmbët. Ja, më kush është dentisti më i mirë, se mua më kanë të rimbazë. Bëj një thirrje, kush është dentisti? Se na riparoj. Spiro, ashtu për shembull mund të bëjë donacion, është një djalë nga Zagoria që punon e ka. S'të na bëja ndonjë amfitaminë, duam ç'të donacion. Brapa antikonë. Jo, më na bëjnë zëmë një gjë. Ta hapim gojën e hasë, nuk po hapim gojën. Kam 4 plekë të lagje, nuk han dot duan Marcela. Po do tani, ja dorë për vitorin. Të duam. Pa dhëmbin tim e bëj vetu. Ta blerë, si do ta. Ti marri masat aty dhe ja voj të shkëp. Si do ta bësh? E vdiqë në Mumuliku, kalbën. S'ka dhe më hanë Mumulik trahana u vdiqë në... Qa është Mumulika? Jo, se lutem, ato do bëjë. Qa është Mumulika? Mumulika amenu 10 kg mirë ministri, edhe një të gjere. Edhe po si kur e gatua, si kur e gërbëlis, e kupton? I edhe gjallë po kje. E ka udis? E po e edhe gjallë po... Po s'ke gjallë po e udis. Po ta provosh a bën jetë pu. E budajq në mënyrë si shtë. Figurative. Budajq në fjallë. Boldum. E po mu si kudhi meros, pa problem. Vetëm që ishtë i verë dhaj. Qëfar shie ka Mumulika për gjitha ta? Shie breslëmse. Kur të uroj që të martohesh, u dha do jetë pjata e parë që doa në dasmën tënde. Unë jam martuar, po dasmën nuk jam bërë. Të premtoj që... Ha më moment që ha 1 kile qep, që të dhitesh në ujë të natë të duke vetja depozit. Sigur e brenda në depozit. 1 litroj. Ka Mumulika bëhet në çdo lloj tenxhere apo? Çdo tenxhere, po unë kam 100 tenxhere kam edhe në kosht. E çdo mëngjes vjen njëri edhe i mbledh këto metale, këto gjëra. Vina këta. Bakër kana që kura soba të vjetra. Ja, ordo. Po ka dhe preferenca, më do të mua kjo ka plastike, kjo s'ka plastike. Se një gjere hedho, da. Se lehtoj, ja? Me sa ka vajt kile heburit? Ku ti dhaj, ka ka për vetën dhe ata mua. Këtu, ki turizmi kishte një anë të mire, një anë të keqe të Gjirokasës. Nuk shua shumë vlera mua. Po. Ta të dhjesin mu nësë këtë din të në. Raja vroja fare. Heburit e vezës. E bërën si punë e Ender me Benfica 3-0-3-3. Po të fare mu. 0-3-3, se bëri 3-4. Bëni në një pompë mu se haruat fare. Në gjodhe. Tani, ta ndajmë dimrin nga Behari, si ishte do me dhënë të mira dhe rekeqia. Tani në dimër, Gjirokasra është një qytet do me dhënë pak më i vakumosur, le ta quaj. Pra nda ne do të jam i ngrojje njerëzve. Të ngrojmë me këto podcastet tona, me këta afrimitetin, me këtë gjadërin që kemi ne në zëmra tona. Që që pandena dhe se s'kemi hadhe neo? Duhet të na mbështesin publiku gjërë, duhet japi klikime, duhet japi like, subscribe, këto gjëra. Këto i dinë në blegu Amerikesin, të ne japi kritika, që ne mund t'i regullojmë e rëstjetën, çdo gjë. Ne s'kemi një emision patriarë të mirë me partira këtu mu. As me bashkira, as me gjëra. Jo, jemi nuk e lartë. Ne e përqef, hajtë flasim të kënaqim free spirit. Që du të prezentoja publiku, që do të bëj publiku? Dua të prezentoj dhe diçka të re, në podcastet e ardhshme, tek komenti i parë, ne do kemi një link. Do jetë pin. Do jetë një pin, po, do jetë pin një link nga i cili kush ka dëshirë mund të kontribuojë sipas mundësive, sipas kënaqësisë të tyre në mënyrë që të bëhet edhe më interesante ky. Një kile sallam, njëna këto gjëra. Në moment që sallam nuk lejohet të bien, vetëm lek. Jo sallam, vetëm lek. Shikoj. Bëjmë vetë neve. Çfarë këto sallam, bulmetra njërin tjetrën jo. Tek në Rusia dërgojnë lek? Po të japin lek aq më mirë. Në Rusi, Facebooku Rusisë ja tregova unë. E kam una këtu, do t'i publikoj, kemi mundësi që të futemi dhe në linja atje, quhet VK. Ashtu quhet më VK. Po që ta hapër që Facebook rus, do një numër rus. Unë e kam aktualisht. Juve, këtë video, o t'ja shpëndajmë edhe... Ti do i dërgosh lek vetes tanin me llogarinë ruse. Në mos tërgoj fare lekun, ata të më tërgojnë mua. Pojnë ata, do të tërgojnë... Ata të na tërgojnë neve. Ore ma po... Si vajte në Rusi olla, si që kjo i dhe... Me mushka mu... Karvana po tek? Tek i guaj, unë di që tek u tek. Lere ta zgjenojmë të lutam. Rusia vla kje një ide. Si të erdi si ide? Kje një ide, kje diçka e bukur, unë ta me një fëmër të flasë seriosisht, edhe a fëmëra më të rojë që modi kavo. Plus që modi kavo po më preu dhe flesht. Se kisha lesh mu në prinj. Për gjitha ata që e njojnë, po, për gjitha ata që e ka njojtur Remi Zeko, Remi ka pasur shumë flok të gjatë. Ka pas lesh. Ka pas lesh. Lesh me tonë mu. Pra ndaj dhe neve duhet të futin sponsorin e shampos tu, të promovojnë. Po jo Palmolivera këto. Do presim qik. Do presim qik, kur të vinë o lami, njerë të shtunë mirë jemi.
Sa bukur e thënë. Shtu I ka po shpiti. Ka pyetje gjë ajo që me se vajte në Rusi me mushka. Por e me gjithmonë domethënë u njohë me një fëmër. Po shpiti. Lindi si muhabet, lindën gjëra domethënë si pasaradës si e dim, vajte në Rusi. Kur e vishi e qisme në Rusi? Qizmja në Rusi, shpiti 10 vitet në 15 tetor, e mund të hajkës nga 15 pridi. Do me thënë në Rusi, unë ato që përdorin për atin djeshtet në sjetulla, I përdorin në mes të gishtave. Nuk I njeh më gishtat. Më bëm gishtat japone, më. U kalë do thojnë të thojnë. Dikja. Vetë borë, vetë me bardë. Më përmëndo njëri të bardë, mua më se palitë. Që djeli, nuk dite në jenë në Rusi? Po dite o po me dhëmër. Të potishtë të shmë tërkoj mua këta dardën, jo që dardën. Ja, ikë në Rusi. Ikë të vëndi. Regjia të lutem një birë, se Budweiser është shumë I mirë dhe... Me qarë u angazhove? Një arë Budweiser. Me qarë u angazhove në Rusi? Në Rusi, dha atje, në fillim punova si shofer. Atje të klinika ku që vajzna. Stavro Ligori, më I miri, editor. Analizat e gjakut në këto gjëra në një klinikë e vogël. Edhe hape dhe ato online faqe nime në bazë të dietologjisë që më keni ndjekur dhe juve se ajo faqja online është në Rusi tani. Erdi Putini më futi një saksion më pruri në të vëndi. Pikërisht për të dhe si po ecën, do të thënë si është situata me sankcionet në Rusi, sepse gjatë videove live që neve të ndiqnim, thojë jo sankcionet, jo Amerika, jo Turqia. Si ka funksionuar me sankcionet? Do të thënë kishte probleme mallra, flasim, ushqime, nafta. Rusia unë them se atë gjë që realizoi presidenti I tyre, se të përmendësh në emër presidentin e tyre në Rusi, je në podcast, jo, në asnjë vend nuk përmendjet, në lokale, në gjëra. Vare. Nuk mund do të përmendesh. Si Voldemorti. Edhe po sankcionet kishte sanksione besoj. Sankcione po. Shtetasit rus janë izoluar te I mase. Janë izoluar, nuk flasin për shtetasin e thjeshtë. Flasin për shtetasit që duan të investojnë në Itali, në Greqi, në çdo vend janë të izoluar se jetove pjesën para sankcioneve aty? Po, mos. Edhe ndryshimi që... E jetova. Ndryshimi ishte drastik. I hoqen të tëra këto produkte që mund të më thuash ti mua. McDonald's, Coca-Cola... Shampo, ndaj breve flokët, i se u gjithë shampot. Flokët mbaroj, mos servi më pandemi. S'pes më pandemi. S'ki temë në ato. I ikën flokët Karfaqja. Na bleu dhe ruar qela, më tha, vë këto turaku, nuk o këtë që kështë. Po ku e gjithë e mu ma vjen? Për të mbuluar ato prerje, për të mbuluar prerje. Dëgjohet se të bëjë pyetje. Si nis vita jote sot në tot djetorin me që është një djetor muaj të mbarë. Muaj të mbarë. Ekstremi, po. Si nis një ditë të zakonshme e Gjeremzekos? Është të them të drejtën me çunat me ambientin me Gjirokastër më ka lindur një pesimizëm që siç kemi dhe neve të tërë, tonë se normal. Është e çuditshme ku shikojnë në Gjirokastër në sezon turistik, ka I vrull shumë turistat, eksperiencë Gjirokastra, e punojmë të tërë, e vulojmë e ecim, e tani pritet me thik. Si ka mundësi, si pse ndodh kjo në mendimin tënd? Pse funksionon kështu ky lloj? Që të luftojmë ne të tërë, të bëhet 12 muaj ky turizëm. Ma thënë, mendon se nuk ka bashkëpunim mes operatorëve turistik, mes bizneseve. Njerëzit do punojnë që të shpenzojnë lekët be. Sigurisht, mendon se duhet më shumë punë për të arritur një turizëm 12 mujor. Duhet, të pak në 10 muaj, 10 muaj, ore 10 muaj të pak në 10 muaj do flëm ne, po të pak në bëj 10 ova. Kështu ne harrojmë ato që lekë që nxjerrim I harxojmë prapë. Flet 2 muaj, thënë? Po? Do jetoj 2 muaj. Po arrim flë 2 muaj. Kur të dal? Të dal. Përshëndetje përsëri. Dua të bëj edhe një falënderim special për një lokal super që ndodhet në pjesën e pazarit Gjirokastrës. Që ke punuar, ke ndarë bukën me ta. Që më kanë respektuar dhe që I vlerësoj shumë Baba Meto 2 Cocktail Bar Restaurant. Aty mund të gjeni koktele shumë të shijshme me emrat e historisë, jo vetëm Gjirokastrës, por historisë komplet si Princesa Gjiro, Bimbashi, Diktator Enver Hoxha, Seven Windows, Atë Penxheret edhe të tjera. Remi Gega, respekte. Ja përshëndesim Remi Gega.
Tani dua t'i lë pak fjalën Bleros, ka disa pyetje, nuk e di me speca, me urla, me gjithë. Unë dua ta vazhdoj aty ku e lam, se i tha Ruolsi për pjesën edhe ti, për pjesën e turizmit që ka behari i shplot, dimri i zhbosh. Tani ti Remi po të bëje një balancë me veten tënde për Gjirokastrën, ka më shumë gjëra pozitive apo negative si qytet? Në total për energjinë tënde, se ti je shumë energjik si. Nuk e prisja kur që Gjirokastra do eshte në këtë... Unë jam djatë Gjirokastrit, do me dysyve kemi ndash do gjë, po nuk e prisja kur, pas 3 vjetëve mungesë, nuk e prisja kur që Gjirokastra ka evoluar ka shumë njerë. Edhe ecën në mënyre shumë të mira dhe njerëzit e klikojnë, e duan Shqipërinë, e duan Gjirokastrën, po se ku çfarë ka ndikuar? Pas ngjesë të qafe muzinës, nuk e di tani ku do ta shtimë. Çfarë ka ndikuar Remi sipas opinionit tënd? Qafa e muzinës. Qafe muzos i them unë. Çfarë ka ndikuar në ecurinë e turizmit në Gjirokastër gjatë këtyre viteve? Me aq sa mendon ti për shembull? Ka ndikuar politika, më ka bërë qeveria, ajo që hiçi gjithë tjetër. Është politika që bën qeveria, reklamimi, menaxhimi, çdo gjë. Domethënë, është shtimi i privat. Po tu ishte Gjirokastra. Është si të thuash marketingu një pjesë pas 90-s, domethënë para 90-s Gjirokastra e mbante zotria atje në fjalë. Enveri. Po. E duam se duam ne, ai e mbante, ai kërcisnin që kanë bënë pavarësisht opinionit që kemi të diktaturë, po ai e mbante. Tani Luluzon prapë. Si thuash ka diku te 2-3 vite. Dhe se mora shkas spontanisht domethënë nga figura që tha. Mund të bëj pyetje përgjigje rufe. Sigurisht më bë. Po shkruaj me një fjalë për shembull Anton Zakoshajovi. I pa krahasuar. Grua që më prish kandari, nëse ishte maj pari që vëllonte ditë natë të gjej baruti satë. Ti je mjeshtri i këtyre. Nuk më bindet më aleti, ki banditi çante rrete të tjera e tjera. Kalojmë poshtë, lutem me atë figurë. Ja dhe çojmë vrave malazezës në Elan, do ta kishim akoma, po mi të tëra na e kanë hequr edhe këtë nga. Po shpatën malazezët me çeshon. U di unë. Se do të sjellë edhe historia. Po i mbase gërvëlisim. I ngasmoj. Po them unë gërvëlisi se. Po ne mi unë të kam bërë ti përdor shumë këto fjalë domethënë, jena katosi e gërvëlisi. E vizdrulisi. Kam trashëgimi nga gjysha mua, na arriti ajo me papare. Thuam disa fjalë nga këto të lutem që të ndihem. Tani thuam disa fjalë lokomotira. Si që ajo çela? Lakubi. Oftikaqari. Oftikaqari. Damdarëni, mos pruf shkokën. Po çe vreje dashurie. Po të shikon të gjishja të thoshte të ardë mandata. Po të ardë mandata. Çish mandata? Mandata atë amo të gaqa. Do të jeni dhe gaqa, s'na bëj sponsor. Po ai që të palos, po të shpëton. E ka apo është tjetër? Transportador grupën. Po jepi që jepi, ola, nëse të të kërjala. Jemi në bondje. Ore, unë do atë zë një grupë, mos më vide ujë, ola. Edhe kam dhe njerës në kraqë, të dua njerës në mamë, të bëgjë mua abet nga pjallë. Si kemi duar në njerë vdekje? Gjitonia. Vdekje s'ka frikë. E kemi nduar domethënë gropën varet me këtë bie me krasë. S'ka frikë, do ta zgjedhëm. Mund të kesh të krahë. Nuk vdesu po se zgjedham. Edhe të rinë krahë me njëri që një fare. Se të gjë. Do ta vost. S'kam dhe kohë tani të më krushira. Me atë do mirë mu. E jam që të marrë. Jep e merë me ata. Unë beso se është mirë avi. Po s'ka ardha se rrimu së shkëtia. Me thonë që të vejnë të barabarta gropat. Vare do po ke prerthojnë. Dhe jo tani, hapu pak lutem. Hapu se erdhen ata. Musine e varë. Po ta shiko shpinë e musunes të bje da mblaja. Si e la ashtu e shpi. Po e lanë, u di unë pëse e lanë. Gjena, urdo. Diktaturë e vrapën e prejnë pavarësisht bindjeve. Në qurin e saj, zonjë, grua, në rinin e saj. Vemi të Gadashi. Erdi të qirem i varfër. E kanë në atë në universiteti poshtë. E kanë vëremre. Ri atje e shketi. Po kjo, zotë. Ja dhe Malua. Malon, shtë të kohë. Për Malon është këmtari. Malua është Ismail Kadere? Po. Malo. Shkrimtari madhi, shkurtimi e mërë Ismail. Për pjesën e Malo që është shkrimtari madhe e këto gjëra, po e i dorë. Për pjesën nga ana opinioni karakteristik,
Nuk e dua fare. Është fisnik. Ç'fisnik, po ai la plakën te dera. Fisnik. Po dhe në mëziu, era në bijota të shpinë. Ka dalë. Ure ki la maman e tia mu te dera. Hankun. Po mirë, shpinë adhurojnë, po edhe që Ku e dhurojnë, mu ja bëri qeveria, ja bëri Livafri e Rama. E dhuroj. Pse E ka dhuruar. Po mirë, mu e dhurojnë në gjendje kritike, për ndërlima në saqe. Ashtu i dhurojnë të tëra. Ki e dhurojnë pa qati, pa mure, pa kanalizime, pa internet. Pa internet! Ashtu i dhurojnë të tëra. Frup, ti e i marë. E dhuroj. Ju premtuam që kjo do ishte një sekund, ju premtuam. Nuk jem parë. Ja, no tigri. Ka qenë? 25 vjetë mu në kalbi. Qka që thot? Kishte edhe një mace, po që qënë ma i 25 vjetë në kalbi? Qa të njëre me një thonë? 1981 vla. 81 që në nëndë e kjari? Me baloma. Ka? Me baloma mu, që ma, me valë. Po kishte për të njërën, për të pirë, për të... Me tonë, në bajë më veja të vaj guri, kapja salamin. Po që kishte e mu, ta dhesh me mua të. Me kemi fraktura mu, vla. Si bej, si ndodhë të atë? Ja ti bë një pompë këti ja cigare. Se vdiqa. Bius and goes. Bius and go. Ajna kapjo, use and go. Kishte në këto në kodë të tja? Si. Kishte një shkua, kishte duhan Shkodre mu. Partizani, Dy popaci të lëviz një bajamet, të bujsh të datët. Po që kishte... Bajamet të Granajde. Po ego kishte. Po buka me raciona me të... Po rakia me fruta, ve flije me nusën, që thosh një këta të parës, dhije me ke flije, si ku vje në vënde tropikane. Ti bje nusën, kumbu, badash që do... Shlije ku qëeshe. Po që kishte. Po këta thonë, një gjesë që për shumë thotë, ja i ka bërë dhe të mira. Po ka bërë... Ka bërë... Saukën, ne atë bëri bonifikimin. Shiko, nuk e thot gesti këtë. Këtë e thonë... Këtë e thot historie... Këtë e thot edhe... Shiko... Italia ka 2 janë. Dëgjoj pak, gjatë tyre kohëve që neve kemi pasur, me thënë, eksperiencat tona me turistët, me grupet e ndryshme, ka pasur individ që e kanë përqyrë, si thuash, e kanë dashur diktaturën e veror, kanë mendim të mirë, jo se kanë dashur, po kanë ndarë opinion të mirë. Po shdo kush dhe nga ne mu shpiti dha kemi një anë të erë dhe një anë të mirë. Një anë të erë dhe një anë të mirë, pikërisht për këtë postë. Edhe aji ashtu që. Edhe pyetja... Dhe të ma aji na fiki 25 vjetë. Një nga pyetjet që... Aji na uli që penat. Një nga pyetjet që... Tam taravaja! 25 vjetë uli që penat, haka hapi. Si ka mos i ke mbajtë 25 vjetë popullin të shtrumë? Si nuk ngrit ki popull ki? Ku të qoj populli, mama, aji të ulte në bithë. Që e marë, aji të kukushte kokën. Këputi të intelektuale, tërë këta me lek, la këta. Të dërgonë dhe gropa, ose ata, ose ata. Me të panjohë, pale. Mirë për jo, pse. Pse, shiko, të them një gjë, nuk e di, ajo që mua më ka përshtypje është se kishin shumë turistë ndryshëm kishin një opinion pozitiv për diktatorin e Enver Hoxha. Varet kush ja përcjell atë mesazh. Turistët e para kanë qenë ngrënë, e dyta edhe në moment që më kanë bërë pyetjen pse ka në Gjirokatër në Shqipëri njerëz që urrejnë diktaturën, unë aty nuk kanë dashur pa ngrënë këta. Jo, se nuk kanë dashur, nuk kanë pasur përgjigje çfarë të them. Më që ta zëm do ishe ti në vendin tim. Çfarë do t'i thoje? Kur ai do bëni një pyetje që përse pyetja që bëre ja bëre vetë përgjigjen vetes ose turist. Gjerse ai të bëri një pyetje si ka qenë diktaturë, duhet t'i themi domethënë zotri, ti e përmende tani tashme që qe diktaturë. S'ka diktaturë. Baroj film, s'ka diktaturë patëm. Dhe ai që kemi, po ç'kemi ai mos e kishte një frigorifer. E kishte një televizor lura. Të kishin frikë mu, të tërë ishin të personuar, të venin në punrat e tyre edhe kishin probleme. Le ta ndrojmë. Le pa fjalë liria e remit nuk... Le ta ndrojmë pak temën dhe kalojnë një pyetje domethënë që më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë Se Coca-Cola. Domethënë Imam Ballajdi. Imam Ballajdi mu. Ha imami të vjen Ballajdia. Po patixhane mu va, me patixhane futi bëj brenda ambushi, hatre cop. Kalbesh. O lea tari gjedra imam Balladira, ha imami të vjen Balladia.
Balajdish do me të Do 3 depona dhe 3 paracetamole dhe vishë në vetë. Vertikal horizontal. Vertikal më të bështriki. Të 5 minutë i kështu termonale. Ja, o që i manë në Por është një nga gatimet më të preferuara nga Po është më të kamurit. Por e më therë, më vdikëm nga fara. Po kitër. I mamba dhe atia është si mangu atani. Ha mangu. Tani, do bëjt. Se rada mikrofoni ku ta. Jo s'ka problem, mund ta montosh te vendi. Ku ta monto ta vënë honda. Montoja që këtë lume. Jemi live. Të qeni live janë këto gjëra. Të qeni live janë këto gjëra. Por emi, cila është pjata jote preferuar nga gatimet tradicionale? Se ti do me thënë je dorar në kuzhinë. Vetëm jani ava. Mish vici, jani, lëngu. Si e proshet mëngës? Lëngu. Të jetë një mish vici mirë nga Zagoria, i pre në kubike, i rau. 3 me vrap e 1 me hap. Po, 3 me vrap, 1 me hap. Ande e ka në urin të marë. Pre urë mirë, dhe ke? Fatjetër të një mëni. Bjeri që kitare. Shpëri kodë. Vazhdo. Ja një molla. Cigari se tje pa hudhra, mandanozi, gjera do regula, zijet vic, mishi vici, to kubike, hidhet pa kufu, pak limon, e lëm të zirë. Gjera më fantastike. Shtash. Tërt këto të tjera do bebelino për mua. Qa këto imamera këto historina mo? Spesa dhe mushkëta. Po për qifqin, që mendim ke për qifqin? Ka vjen emri. është pje mirë. Jo, është ushqim qifqin. është ushqimu. Që mendon Remi Zego për qifqin? Po me gropa. Ishte ti tani me gropa. Po mo të bën gropën a. Aha, të 10 mustaqe. A o ta bën të vlazën këto. To janë gatime që i pruri turbu, që hajti sa jonë të bëjmë në njëmu, va. Si i thajnë veri atëri? Merë qifqi, tani hajte ta marrë ama morë orizin unë, e kupton? Ke durim ti mo? Po ka bith njeri mo, merë orizin tani, e mere kulace, mere shtrëvi, e bëjë gjile. E fute në i tikan me gjile. Por e këto pa taksira, se ka atere oriz qishtë, e ha turista, po do haro se s'dina. Hale zoto i tani. Ko, ha sushi. Që bënda anë, qifqira. Ke durim, të qërosh orizim e të reza boksi të vaj. Po emri nga e ka marrë kjo, se emri shumë kontrovers. Është interesant, po Po historia. qif qefo dha, t'ju tani, mbas e kanë gjesa... Pun qefi. Pun qefi. Shko, janë kësa gatime këto të tëra, besoj unë ta themi seriosisht, këto tradicionale që themi ne, e ka bërë fukaradu ku është këtë vaj. Kështu është historia. Një histori që më ka thënë mua njëri që vati, erdi ai ambasadori Gjerman në Korçull që atere, e i prurë me ta. Jo lakra, jo nga këto spinaqe, jo radhiqe, jo bireqe, jo shatata, jo cukunida, u bë një nam i madh atje, e në fund i prurën blanjën. Po të blanja? E mu i prunën blanjën ati amishin, e ja bëri aj uj ku kërës, i këto i dhe. Cukunida! Se të tëra këto i dhe, i ka ngrën ki i dhe. E dhe ha këto i dhe. Që shkjo... Kjo me një tonë pikat. Vjen turisti më thotë mua Green World. Green World më se jam ko për me salam, më duha të rejtë, më kalpe. Më duha të kalpë salam në mëgjes, vjen aj më thotë mua fines. Finesa, ku Fines më si la fines, rejqeli. Mua më preven leqit e këmbës. Ku rejqeli. Ku dhja i po? Po me blanjës ka janë. Do t'i ja pun viti tjetër turisti që më vite hoteli, o t'i bëj vetëm sarmara dhe këto, le të gjiti varoshin aj të kapi. Dhe vete qakalli për pesh. Do t'ja pun atia vegan, që vinë vegan këtu. Po ata e po janë të vegan. O t'i vitu t'u në vatë, Mos e vra kafshë. i bëjet pulpa kaqë. Ti që i cërnë. I ka... Si do të i mos e vra kafshë. Mos e vra kafshë. Mos e vra kapsu. Po shta ha? Futi i... Shta hapo, da barga. O të bën mirë adhikja për të mëlqin. Mirë më bën, më ka e për mëlqia për jesh. Nuk e di ku e të e Që ti fare. Në zëpurtha. U kalba.
në letër higjienike. Dëgjoni të nderuar publik, domethënë unë rrallë mbetem pa fjalë, po jam vërtet pa fjalë nga. Jo po fol po ke bithi, po ke thuash. S'ke thuash. Stos po flas. Jo, nuk kam shtesem. Do bëj gëzuar me Budvaj Serbut varim. Ta bëjmë mos me birën bolognese. Ta bëjmë faleminderit çunave. Faleminderit çunave. Mbar çuna faleminderit. Dhe kam një pyetje jo decisive. Precize. Kam një precize. Si të bën të ndihesh fakti që je pjesë e një familje të zgjeruar siç janë zekatët? Asnjëherë nuk jam treguar që sikush jam unë, sikush është ai, se kështu kemi qenë të tëra fiset në Gjirokastër. Zekatët kanë qenë agalla, domethënë pranë, ne flasim agaj, po zekatët kanë qenë. Ka qenë në shtëpi vaj, po agaj s'ka të bëj kush ka qenë agaj është që duhet të jetojë dhe me njerëzit. Normale, mos është në pranë, mos është të fisnik. Se si ti, si unë, si të tërë Gjirokastrit jemi njësoj. Se kemi dhe njerëz tu që frien, po ku kam qenë, nuk ka qenë ti, por s'do të aty më njëri. Ka mbaron, s'ka bërë ai. Zgjyshi imi urte thelën më të madhe e hante punëtori të parë në tavolinë. Nuk e hante agaj. Se punëtori e mbante punën, e mbante fermën aty në Levenisht. Nuk e mbante agaj. Kupton? Da edhe ti sot ke titullin enderit e Qerem Bej Levenishta. Po është këtë të Qerem me Levenisht me çfarë? Po na bën me Levenishtën o. Po si jemi marrë është me Levenishtën, se Levenishta është një pronë aq e madhe dhe do shumë, kemi shumë pjesëtar, do shumë njerëz që të investojnë, është një tokë e madhe, kemi ca perime, ca gjëra, ca fruta dimorore, po do një sa të të madhe. Agrokulturë. Të kam parë Remi që jete shumë fans, jete shumë, si thua, pëlqen shumë hiking. Mendon se jo vetëm ti, po shumë vete duhet që të ndjekin këtë si thua kulturë. E buj për veten ime mos pitivar, siç kemi dhe grupe hiking në Gjirokastër çuna që janë nuk e di që reklamohen. Hiking është anti-stres për Gjirokastën për neve, se izolimi i Gjirokastës është po ulen në lokale do mbitesh. Po harohesh. Kjo është hiking. Do të vesh grupës pak më afër. Votim. Është si të thuash një terapi për trurin dhe për trupin. Ore ai që sot që nuk pipi më shumë nga ne kemi namin. Po pisi për hiking. Ka marrë laurata në këtë. Këtu i ke qenë 12 vjeç, deri në 80 vjeç, domethënë është. Po më madhe ti apo ne kemi bërë kilometra. Motivi për të dalë në shtëpi ai të pimë atë, po domethënë duhet pjesë me karate, duhet gjetur ku pi, po normale mos pi. Fjala që them domethënë që ki këtu sa i kanë ngrënë të tëra ato tjera. Po, i ka llagaruar, llakar. Janë ç'më bini mua këtu këto. Të njoma. Ki i ka llagaruar ëngri blanjin ai. Një gjë kam vënë unë te ti tani. Unë e kam bërë mua vete me të huaj e kështu. Ja kam treguar figurën e personazhit tënd, edhe ti për mua, po edhe për shumë të tjerë, edhe për çuna, mbase ti je një lloj guruje o vlla, ti ke krijuar fen tënde. Feja e Remizekos, ti ke një mënyrë jete ndryshe nga të tjerë këtu, ke një vibe, një energji. E mos më fri shumë se më vjen mendja herë dhe mua. Kjo ka të bëj. Kjo dua grupën të madh. Nuk dua të rri me juve në shtëpi vaj. Të ecim para me Gjirokastër, me Experience Gjirokastër. Kjo energjia tënde. Birot tona që kanë çuna dhe zitan. Për te modestis. Si 600 pompa. Dlerua e. Po 600 pompa. Si dai, pa vetë të duket. Futi di pompa dai. Po më çik more. Tajsoni more. Tajsoni. Por tajsoni nuk I tha Rollakës futi di pompa e tha ta hapësh krau. Vej di pompa edhe kush polici tha më vjen flan ndella se dha un 3 pompa. Tani te cila pompi aty i kemi muruar. E gjashtë. Dlerua nuk e përshkroj si duhet të them. Dlerua do të thotë që ti je një personazh unik në llojin e vet, domethënë, pavarësisht. Por unë kam fe atë që bën Remi, është fe më vete ajo. Jo, nuk quhet fe, ajo quhet stili jetese. Është guru, more, është si këta baballarët, I vjen vetë robi I shikon një mënyrë tjetër jete. Është stili jetese. Jemi të hapur, mo luftojmë me vetmin, me njerëz pesimizëm, ne duhet të bëjmë diçka, një shembull dhe ne vetë ti bën gjë më të bukur. Bëm guid me Experience Gjirokastër dhe I promovon njerëzit, po njerëzit nuk e kuptojnë. Po kur e dërgojmë një rrugë me punë për shembull. Po haron mo. Ju diete bazar. Po është tipi dashur në pazar haron. Tako njëri, tako tjetri. Ti pret në mundon ai muhabet jo ka da. 3 spende dhe ka pekë. Çdo më thonë ka da, kur do ka da. Nuk ka da.
Po ka klap. Po është tipo nga i dashur në Gjirokane, do ka për shumë të vej. Si va gjatëre, madhën atëre. E dërgote pa mame do dyshim mo. Po ati koktele unë tani për shumë. E bëna i pap, haron blebo. Shkrina po. Tani vete matas, vete djallë ku bje këtu, i bje baba me të njëshin. E unë bërë njëshin bërë. Shti për tani blebo. Problemi madhe shi. Jo, ne kishim të histori do një diskutuar atë jashtë. Do gjëra, po nuk ishe prezent në momentin. Si shumë, atë që në vënojsh. E kja dhe pjesën e vonesës që... Atë e kam në mënyrë jetese, dhe unë si që ka remi ti, unë kam time. Se ka faja i se lëshonë, se më fa për fjallën se vete në kujtë. Aji e panden jetë në kujtë mu. Ashtu është, aji i shdeku qipi, i është kujtë. I shpegon. Aji panden kujtë. E po doli nga shpia do kujtë toshtin ku Asani më marri ato, është në kujtë. Shdi aji që preti të i këntreni, që fut ka të jamë. Me të do mire da aji o pita që së ratë. Ja gëzuar për remi. O pita zane të i baba. E është në kujtë, da. Po jama pap, ke pena ku shkoni. Si po tani, kjo bluza e ekipës të dashur të qytetit. Kush e ka veshur këtë ndërmjet? Këtë bluzë e ka pasur Lady Liçaj, me sponsor Gronjat, ka luajtur në futarin. Ka qenë nga Flora, ka luajtur. Po, te harta. Po në ndërmjetën kishte dhaj tona Lind Nora. Jo, Lindi Nora ishte para. 18. 18, të Jurgen Klinsmann. Ka pasur. Se kishte fanatika e të Klinsmannit. Kishte 18, po. 18. Tani e ndjek më kjo ekip remi? Ku ta ndjeku? Tani ata duha të më ndjekin mua. Të mire ma ta. Shtë ndjeku, do vetë të pleshtë. U kalba, në randëm nga fara. Bë një gole, bë t'i gole. Këtë si do bëj mua vetë me atë dentistin, se kam dhe unë probleme këtë. Dentisti tani duhet t'a shikoj. Dojme Spiros. Ku e ka t'i qani? Të bëjmë njësi, e ka atje brapa Antigones. Një nuk e trepu, marrë dhe salamin atje, e në bashkë bëjmë një ditë. Normale, Antigones të Kosta, të vaj. Po. Remi duhet të bëj një pyetje me që ishim të sporti. Djek futbolin? Po është. Je fan si futbolin? Djek, po si që ka thënë edhe... Po s'kedina luan? Jo, s'kam bërë asë një s'kedina. As s'kedina, as darva. Po me këta që do bësh? S'kam blëtur asë njerë. Me këta që do bësh? Me la Interi, me la... Me kështë tifoz, Remi? Me la në mes, me Barcelonën jam. Me Barcelonën. Kemi një traditë edhe Ajax, Holland, Barcelonë, shtu kemi ecur në të kohë. Ti e të qifti unik në qytet, ti dhe Shefkiu janë i tifoz dhe qëndur të Hollandës. Jo, ka shumë hollandes, po. Tani ka vakë të dim. Bleru ma një Shefkiu se ka qenë për Guido. E ka bojgjarë. Kam të bëj. Ne kemi të bëjmë dëtëm me pak. Po normale kemi të bëjmë, është damar i treti ka. Agalat. Po për shembull me Interin, e simpatizon si ekip? Po ndërtojt akoma. Do pun. E shkandir, e se pune e shekë të qenë. Po mirë si të rrë. Do pun. Kam edhe një pyetje tjetër. Po shpëtë. Pjesa e kulinarisë, pizza. I pëlqen pizza? Pizza janë super, ola. Pizza duhet, nuk e di, po i kanë aplikuar qunat. Pizza, kush bën pizzën më të mirë tu në Gjirokastër, cilët janë qunat, do me të në 4-5-at. 4-5-at, por është edhe një pizzerik në pazar. 4-5-at e si të sponsorit. Vajtë emisionit 4-5-at. Se marri me rokam. Po bëje një live dhe të kush. Jo pa qëllime. Duhet të futemi të produktet pa gluten. Pa gluten. Gluten free, my friend. Jo pa qëllime, pa gluten është një pizzeri në pazar. Qo të veme, më le po të Do të dish emrin si e ka? Dhe dua mendimin të në emër. Do të dish emrin? Si e ka? Hamerik. Hamerik? Ku është kjo? Kjo është te Babameto Dyshi për pizzeri Hamerik. Hamerik. Dua të falenderoj vajzën që është pizzere, Ori. Shumë mirë. Është një nga pizzat që unë kam provuar më të shishme. Ne jemi vetë konsumator, po ne vetëm gatuajmë si familje. E falenderoj Ori, respekte më parë. Respekte. Po thoshim që... Për pizzerin, ha, merë dhe ik. Ne do vemi tërë si podcast, ta shu jo. Do ham? Do marim?
Nuk e di për të iku. Po do ik ma aty, do ik. Varet gurek. Po, s'ka marrë këtë të iki, mo. Po kishte edhe rata ka e, po prunë dhe ani, mo. Kemi 500 punë. Ore, me si ishte avë shpreja të në fashme për hatër të Bazilikosit. Pide po që a uj. Shka dashur të thot autori me? Regjia të lutem. Po shi tani, mo, da, se... Nëna tona, mamara tona, gjyshe tona, vëni Bazilikon. Kupto? Borzilog. Borzilog. Po Moskovolis Borzilog. Moskovolis. Po atëre s'kishin poqera. E mëre në i poqe të skurjasur, ku të gjeni të shketa fukaratë, po, i kalbi meshë. Normal. E hini 2 pika uj, se s'kishim dhe uj atëre mo me gjyma. Ku ta gje? Të dhishte gjymi. Ku ta gje gjymi? Keq bët jatë. Të dhishte gjymi, vla. Mirje gjymin e haroj të vije në shpi. Me gjyma. E haroj atë shpi e vije shi me gjyma. Me vut. Me lipa. Se mbushtin gjymat, mo. Reshke. Kish tjetër me gjymit. Po jo mo se mbushtin gjymat ata. Është nga tjetra bjeri gjymit. Po më bjeri gjymit. Gjymi është nga... Bjeri Gjemanes. Qypi. Që ka pasur zotëriat e koshtit, e thënë. Qypi, gjymi. Jo, gjymi është metalizata, mbush me tjudha. Qypi metali. Ore ne mbushti muj në vlora. Ore në ato si me humë kështu. Si Po pa unë fare më kishte i para humë. Kishte o Rex Kovacani të përdo dhe humë. Jo më dhe të përdo dhe në vetë, po jo. Ta spukurën e gjymi. Të formonde. Era gjymi një qamendere. Ku janë artizanët tani Kovaci, ai që bën samaret, Dhe që ato pazaret? Kovacani është vetëm njëri. Që duhet ta kontaktojmë në krah me ti të Jezira Eksperienca 2, është i Dhanos. I Dhanos. Ai është. Atia do t'i japim një qik më shumë neve influencë. Mendon se duhet në pazar që t'jetë një Kovaçan, një nga këta që Duhet bëjnë ova samare, po tani. sepse Gjirokastra me stadion ka Ai pasur tradit shitani do lidhe me su nume e Trogullin. E mbase bënë që so patron që i thika ai. Në Që të vi. stadion ishte një shprehje, kur dilin në pazar, edhe veja në shtëpi domethënë pasi dilin në pazar dhe pjesë e gruaja. Këte kam dëgjuar nga vjetë. Po mos bëjnë në pazar. Çak çuk, Jang Jing, me stadion do jetë na zhurma që bënin në Bononi që Jang Jing i bie. Jang Jing s'ka njëri. Jo, Edhe Jang Jing s'kishte gjeri. Jo, Po vetëm ata dëgjoheshin mo. Jang Jing është se të dëgjoheshin zhurmat e Dhe amatar si njeri. Kovaçanit. Ka të drejtë ai po. Po kot mo i binin asaj që të kthenin mendjen bota. Jang Ba, Jing. Të vini. Ke para ato video në YouTube po. Që të gojnë nusë apuri të bëjnë ato dhe ai pi bira dhe bën kot matrapikë. Ja në puni. Të telefonit. Ku kishin kohë atëre të shkjetë, gjëndje shumë, i bie bam, kalon dhe në njëri, ato dhe bam, nga s'punde në njëri në një krathie. Qila është marrëdhënia ato me telenovelat. Mos. Ja, shiko qa Kjo është bëni, një delikate, jo, të lutem. Na shpjegoj ti këtë lutem. Unë shiko qa pëkëni, po kam 200 episodet i pres, Çapkëni kush është që... Një minutë lutem, që pret çfarë? se ke pa qa pëkëni ti ma? Jo. U qohë t'i ljash, më shlu ke. Mëri, Ke 200 episode që pret dhe? 200 episode i pres atë qa pëkënin me vazhdën, që të kryon një familje i marrëdhënie seksuale një dyshkajtje dhe... Që të flërë bashkë. Po jo për që mos e vdishëm dhe rina e më kështesi. E kupton? Ishte çapkën. Diqaj. 200 episode, 200 ditë. Teret, bëhet, goditet, vrasje, bam, bum, Vazhdoni të dojë. Vazhdonaj. Baro qapënin ja fut me Osmanin. Sa shpata ka Osmani? Të ditës në shpata, kalpe në shpata. Dil nga deti, futu nga deti, vra 5, dil, 20, vetëm Dina vra. e shpel, dina e shpela. Vrasje horror, vëlla, makabri. Këto të tëra pas më muligës. Ja e është për Muligën. Respekte për Muligën. Bravo. Respekte të çuna tani se Eldiana dhe Martin. Po podcast e ndjeko Remi? Podcastin Përveç të parin podcast. Jo tonin. Podcastin. Jo, podcastin të Regjia parin. e Podcastin të parë që pash, që më pëlqeu që pasi ma tha gesti për podcastin, se nuk e di afare, që gesti ma tha me experience i nuk e. Për kryeministin tonë, më që bëri podcast ma ta. Hajde flasim gjithë. E. Po atë me Sandër Jogën. Pastaj atë tipi në pastaj me atë Kalifornia.
Albano që i tha ai që pse e lat atë podcastin, i tha ai, e lat si brek në përkëm, kota ai fodulla ai. E peti? I kanë marrë ato. Rena, pjesë që kanë ngriuar një personalitet. Ne do të harim, nuk kanë ngriuar personalitet. Ne nuk duan të harim ai që ne kemi arritur, ata duan të harin ne. Ata i kanë kapur baqë. Po ne tani u kujtuar. Po kjo si do duk episodi fundit me Ruolsin e Minin Raqin? Shumë mirë. Ajo që rekord. Iniciative bukur dhe çunat që janë pas kamerave. I përshëndesim regjin, Stavro Nikori, Bjori Thana, respekte. Pa ata neve nuk realizojnë që gjojnë. Mos harroni se jemi pjesa e rëndësishme e këtij podcasti. Po pa ata kot, po ne do të bardhëzi. Jeni ju, jeni bardhëzi, jeni ju pa jemi ne. Po ishte televizori Lura. O fletin kot. Si Tirana. Merre fol pa lidhje, Prishti dhe 5 minuta. Jo flet Tirana. Fol të thënë, Borgjeze. Po ai ju flet Tirana. Po ai që ka bakoni thoshte ju flet Moskva. Po jemi, le të kthehemi pak në Moskë, prapë. Të kthehemi shpirtin. Jo fizikisht, le të kthehemi domethënë me... Po mu me eksperiencë, me eksperiencë. Sa vjet bëre në Moskë? 3 vjet. 3 vjet, të plota. Po është. Jo të plota vajtë e ardhje, sa... Sa arrini temperatura me lartë në Moskë? Jo me ullë, me lartë. Minus 30 mu shpirtin. Me lartë. Me lartë a minus 30. Po me ullëta? Si me larta, me ullëta minus tua. Me ullëta është minus, me larta, plus. Me larta 32. 32. Hajde shti e shenë qikë. Në kush? Po rëndësi ka s'ka ku nuk e s'ka insekte. S'ka mu. Po, i shpresurën. Shushunja, te... S'ka ku nuk e s'ka insekte, më të shumë të atë shpite... Nuk është e krueshe, nuk është e bëjeshu. Nuk kanë kondicionera, nuk kanë gjëra... Një moment të shikuar në Facebook, do më thënë që flisja për rublën. Rubla e kanë ata? Rubla ruse, po rubla ruse. Qa vlerë e kanë leu, Ali? Lover. Lover se di fare si ka vatur, shpiti vlajt. Po në ato kora, kishte qenje Rusia? Po Rusia të rjetën në... Se ne dhemi Rusia komunizëm, Rusia... Jo, Rusia ka ca ligje strikte, që duhet i din të tërë, që të përmënda dhe pak më parë. Presidentën e tyre një nuk do ta përmendësh fare. Mos atë nuk gojë. Jo, është kategorikisht në lokale, në tjera, në emisione që e përmendë çfarë ngoj. Ta bësh karnaval, je i shkuar mua. Si? Je në burg mua. Je në ti përmend për një çështje jo fare mos ke lidhje me atë ti mua. Si të thosh ne këtë? Komuniteti LGBT do të bënte një parat te sheshi kuq. Miri thaj. I mori i mblodhi i bëri. Majta. Tani pradaj kemi bërë në gjithë të shtetit, tha që nga dalin këta, se s'kam gjë me komunitetin LGBT. Po që të thosh të gjithë atë popë, po të bëja? Së është dhe që fare, të fushte 2 mu këtu të në të sheshë. Në në 4, takim. Të përja dhe të dilte në... Te vëndi, ose të fushte në Meqe, të me të mëndja vërda. Qa është Meqe? Qa qëhet? Meqe burgu, te vëndi. Te shkolla, te master. Shkolla e partisë. Bën doktoraturën edhe... Ik te masteri edhe... Të vetë vriste, si Mehmeti. Laga. Shiko, nuk e di, po mua më kanë ngelur një gjë, si të thuash, doja ta bëja këtë pyetje edhe kur takuam bashkë para se të bëjmë këtë podcast. Dhe dua të di ku mendon ti se është më mirë të jetosh? Këtu, me këtë shoqëri që ke, apo në Moskë? Je i vetë mua në Moskë, shpëtim. Nuk ke njerë. Atje mund të kesh do gjë. Sepse je emigrant. Nuk ke... Tani si thua është një trend, është një mund. Po ikin të gjithë. Që po ikin të gjithë. Emigracion. Komplet rinia, po... S'ka ku të vend, më do të kthehen të të. Sa do... Po vetë e vëndim. Te sarmaja. Shiko, varet si lidhesh, qa familje kryon, si e kryon dhe miqtan që janë në Amerikë edhe kudo. Po ve kjo video në Amerikë? Vetë në Amerikë, po do është pje kemi shumë ish në Amerikë, një nga këta është Ergys Shehu, e përshëndesim, respekte. Përshëndesim përshëndetje. Aldo Selimi, Elvis Selimi, Geçonora, është Geçonora që ka qenë me luftëtarin. Komuniteti na duhen amerikanët. Shiko, përveç këtyre, domethënë, kjo është një problematik shumë e madhe shoqërisë tonë. Të tërvuajnë në shpitit. Jo, problematika është emigrimi, sepse shumë të rinj kanë për opinion mendim të ikin sa më shpejt. Rëndësi ka që do vend të shijojnë varen lidhen me familjet e tyre. Ti ke dhe shumë eksperiencë nga kjo, nga historia. Jeta akordit me faktin që neve që të zbutemi duhet të jemi domethënë si duhet të kaudisemi të nxjerrim me presion futbollit.
Shumë fasulja bëhet në tenxhere me presion, se po e bërë në tenxhere do si do sa 24 vjetë. Po sa të zbudhe? Akoma presion o qele. Unë jemi bërë tapet. Akoma presion o. Akoma më të zbudhe, më në ardhe polakët na fjetën me 15 euro, akoma më të zbudhe shdi. Po dhe si shkon vila, se nuk të pjonë fare. Vila mirë dha, e që shtihemi, po hajde pak biznes i vogël, familjar mirë, shtihemi, mëngjese, gjëra mirë është. Të blanja. Duhet lidhemi të tërë. Do vazhdoj turizmi në Gjirokastër? Po do vazhdojmë, po do regula, do komuniteti, do qojmë qik të avanin me dhomat në jetë, na avin një njerës me kualitet, ja mos të avin këta dani. Floja e një javë në qatër vjen lajt e mua më zhjetë simfoni. Njeri më mori shampot, tjetëri më mori lugët. Me këta do mire minore, më vjetë në nga paso. Po lugët që do të? Vëmë këtë pjesë të fundit duke falenderuar të gjithë ata që na panë në fundit që që rekord për një ditë. Kjo cigare është fantastike, bero. Who make this, brother? Rizamo, respekt. Elvizano, erës tjetë dua me shie qaci qikë. Do rukëtare me shpet. Ate, ishim duke përshëndetur. Udra në një kjutë. Ishim duke përshëndetur shumë ola që na hoqe stresin me këtë se mbaj... Na gënaqe. Ishim duke përshëndetur gjithë shikusit. Kudo në Facebook, në YouTube lero. Në TikTok. Duhet përmendur ky episodi fundit që rekord, domethënë. Në një ditë nuk e prisnim as ne. Të kryp qa gotët e episodet do pires. Po që... Jo do bëjmë o pirdemi në episodet. Nuk o t'i bas mënd mo. Ky radës me kaloj. Qa episodet mo. Të lutem, shpërthet të lutem. Rema, planet për 2024 në si ke qa parashikon t'i planore. Ska planet fare dha, shto bjeri zoti. Planet dhe kemo, ka da në mos më pru në palortot, ako më planet dhe bëjmë unë i shketi, më ka da në mos më. Më bëjmë like të kene në kojqira, like, comment, subscribe, edhe pse jo në një donacion të bërë. Kjo eqim stresin më, ne kemi neve. Në një kritik, në një gjithë buku, qa do të sugjerojmë? Komente i parë në podcast Experience Gjirokastra që të bëjmë... Shikoj që ta lidhim që ta marrë fjallë, që ta lidhim që do me thënë. Ideja e këtyre dy zotërinjve, u vunë jetë do me thënë, dhe u bë podcast i parë me menen, që respektojmë. U vunë jetë podcast i dytë me Eminin, me mua, me Raqin, më kuptonë. Ky është i treti me Remin që pa dyshim do ketë klikimet rekord, po me 1.2 e me 1.3 jemi shumë poshtë. Që që bëni nga i klikim se nuk jo gjenë gjë, masu të regoni Gjirokastër. Se na i lek na i gjë. Një klik e një gjeni, hari mu likëm, pa fut i kliku, bravo. Një koment, qa duhet të... O Remi, qa mendimi ke për ta që do vinë nga... Nga diaspora? Jo, do vinë këta me marveshën që me Italinë, do vinë emigrantët. Si gjojnë nga Afganistani, nga Afrika, nga... Kur o vinë, më do vinë t'i presim. Në s'kemi këtë presin më. Edhe me e bukurar se janë gjithë meshkuj, dikoj 36.000 janë meshkuj. Jo, ka dhe fëmre, Jo, nuk ka fëmre. Meshkuj fare më. Meshkuj, ore meshkuj. Ka meshkuj në fond fëmre, ka dhe fëmre në meshkuj. Remi, qa mendimi ke për ta? Êshtë gje mirë kjo dhe më thëmë? Po da, po të gjojë një koment para... Po të shikoj një koment para 4-5 vete që kanë bërë nështë kanë folur në një mënyrë dhe du të them dhe tani. E kanë bërë një... Status. I kanë bërë një status dhe diçka qeverisë shqiptare. Zotri, hap shpi publike se në ambitën për dhonusat. Jo për që po atëre kisha e fok të gjatëm në haja në një spobo. Kise halin tënë, po kisha halin e këtë si më. Mos të vende në një amrava, halidhje. Tani ki do bjeri 200 meshku, sa do bjeri më? 3.000. 36.000. E po qo të vem të Kovacani, vëlla, se do t'a bënjë. Jo, do t'a bënjë pas bitës, vëlla. Po qëfar të interesona? Shno të shjejnë bitën. Do bëj puqitën më të ma. Ure ku o vena dha meshku këtu? Ku do ha, ku do pin, ku do... Si të t'i themi tani, se e mi gajtë tani dhe lutem. Qeveria ndoshta ka menduar dhe për... Si ka menduar, po qeveria nga tha u krikën neve. Ka menduar, ku? Ore janë shtua për dhonusat ku do në botë më dha. Në Tiranën në... Po Remi, pëse nuk kam e shpit publike? Po pëse se hapi në të mbledhi mëndje në dha?
Po pse nuk ja hape? Po se ti mu. Si e shikon ti? Pse nuk ja hape shtëpi publike? Unë mendoj se Si në Hollandë, shikoj, duhet që të krijojmë një start. Ne ta krijojmë prapë atë podcast. Neve si shoqëri duhet të emancipohemi edhe pak më shumë besoj unë. Pse mu? Ku të vemi më? As ka shqiptar në Greqi, as ka shtëpi publike në Greqi, është një rrugë e tërë këtu në Delvin. Poshtë Renat. Mandravi. Të tërë venë shqiptarë janë ana mu. Venë shqiptar vjen Ungare, s'po i gjë mu. Që shjo izolon ti jo. Zanati më të vjetër në botë i izolon. Ja bi Renault Clio. Cili zanati më i vjetër në botë? Renault Clio. Renault. Atë 10 çari janë. Atë 10 janë. Renault Clio. Po pse ti e quaj Zanati më i vjetër në botë. Pse ti e quaj zanat? Pse? Po zanat o vase, jo fëmë. Jo, nuk profesion, profesion është Kovaçani, është hidraulik, elektricisti. Po apo është njerëzit mu, ti ke kulturën otomane gjërat, a pëmbërpënde se katët shkundullatët i ke parë që ka podiumet, a kishte harem, po që bënin ma to, apo losnin, apo i banin kot ato. Ti histori, oje ti ti përgujta, folë për të gjëra, po nuk i ti gojta. Lera së shkoja, ti është koha thonë. Ta mbidhin në sot. Që shjo do t'i bjerja e Danile, nuk jam racist, fejnë, gjysh, kush është, ku nuk është. Ku do vem, mova? Se i ku dhe voksi, atëre mbaj mund i të voksin atë na ju. Mbaj më voksin e vokët. Atyre duan, po të isha unë, shko, po të... Ku do t'i bjen ta? Jo, nuk o t'i Me lesh. Ore në Divjak, po të isha unë, dha, du me dhe krijetarit Divjakos, ata duan televizora 22, të kërqasi voksi. O dha, ta the me shpito se në andekin e thëmë, ko, imagino, ore një dit të shpërthejnë ata, ne na shvigjeruan. Ore ne na shkatruan. Ka të baj ata. Jo, shiko, nuk... Ni ka vatu tepi këtu. Nuk mendoj se do jetë kaq e vështirë. Se mendon ti? Ne kemi ta provoj. Daj të vinë, ti do të kërkasit Xumeri. Mendoj se do janë disi. Ne kemi probleme. Do janë disi të emancipuar. Ne kemi gjitha për dhunus antirancë po vandojnë do ti na shton akoma. Ti na shton, ti na i bën tuaj. Si para ndalojmë mo nga çti shtëpi këtyre. Se s'kam të shtëpi ku t'ja shtëpi në glavë. Cigaret të mbanë në ekuilibër. Sa ka? 600, 700? 600 pompa mos i Tysoni, unë jam të 300. Po e restetë të ndryshojnë. Sa le kushton kjo kod për marketing, kja themi djalin, kja themi publiku? Ajo kushton 700 lekë, 7.000 lekë. 7.000 lekë. Një përdorishme. është me 600 pompa. Një pashin bilaf. Femo 7.000 lekë, një përdorishme, 600 pompa. 600 pompa, po 600 pompa mbarojnë në 6 ditë, 7 ditë, 8 ditë. Normale, vëlla, se kush pompon ka shpejt. Ti, po le zemi tren me avu, da. Ja, unë këtë ja shtoj biznesin tja shpia atyri afrikanëve. Ata ta pompojnë të ditë. Ata do dite të pompime. Se s'ka shtë bëjnë ata, o do pompojnë o do halosin. Okej, shiko. Të ullemi qik, të ullemi qik. Më ullurjani më Tani duhet radhiqja. Po gjeri në punet. Po gjeri që shpuru të punet se lata atja arba fare. O gjeri o dha, këtheu pas o dha. Jo, është atje të t'ja për e lak. Si e la gjeri në punet o mjeshin o dha. Gjeri është e liket e mestatorit, vada ma shpurut, ma pak dalë dhe nesë të ca është. Fudi pistoli. Fudi pistoli. E nesë tërë më ngej, plaku dhe deti. Hajde gëzuar. Hajde vivaj. Me regjia. Regjia. E stop puna quna. Me birat. E falemderi shumë. Tani kemi një surpriz në Budweiserit, që është vetëm për episodin e sotëm. Nuk e di tek episodet tjera të shpresoj. Gjymi i Budweiserit. Gjymi i Budweiserit, bravo thonë Blergua, quna. Sa kushton kjo? Për një familje tani për festat, kjo është ideale. Duhet slajë. Shprimin nuk e kam e në nësarë, në me thënë. Me leo të një interesantin. Pa lek. Për atë një shqile është pa lek. Kjo është... Jo, për marketingun. Për cilësin që ka bira është pa lek. 5 litra. 5 litra? 5 litra bira. Edhe...
Po, kjo është 5 lidra. Muhabeti. Jo, presin dhe quna dani dhe viki ta pime këtë. Do vina pa tjetër. Po, kush një? Qunat janë kameramerët më uqi, ta njëzit, ta shijojnë dhe ata, se ata bëjnë shdo punë për ne. Dali aje pres krushqit. Atere të nderuar miq, si që e dini dhe si që keni ide, domethënë çdo gjë këtu është pa plan, pa hyrje, pa shkrime, pa gjëra, çdo gjë që dëgjuat ishte spontane. Ishte live në plot kuptimin e fjalës, pavarësisht se ne nuk dalim live, se nuk kemi mjetet profesionale të duhurat për të dalë live. Për këtë është një link, komenti i parë. Çdo që ishte live, që mund të jepni donacionet tuaja, të zuroni, që neve ta bëjmë sa më mund ta bëjmë live tani me telefonin. Kararin. Ne bëjmë çuditëra, po do duam, problemi është domethënë kjo do që të mbajmë një status, të mbajmë një kuriozitet puna tonë. Duam dhe support nga miqtë, nga shikuesit. Pse jo ta bëjmë më interesante dhe sa më të bukur këtë podcast. Prandaj thash një like, një koment, një subscribe, një kritik, çdo gjë na duhet neve se semi. E di çfarë më ka vënë përshtypja sepse kjo gjë nisi nga hiçi. Unë Berua dhe Menja që përshëndesim Ervin, që në momentin nuk ka mundësi. Është tuni X. Në momentin nuk ka mundësi të jetë mes nesh. E nisëm thjesht si një ide, do bëjmë diçka të argëtojmë edhe vetë, po të ftojmë edhe miqtë tanë, shokët tanë, që ta bëjmë sa më produktive një pjesë të ditës. Siç jemi dhe tani dhe qa pjesa ka komuniteti që nuk ka strip, ne do t'i sjarojmë këtu. Nuk jam vetëm ankesa. Shiko, do flasim për çdo gjë të mundshme. Po, në qoftë se domethënë ma lini fjalën për momentin. Po. U da të thonë fjalën, më merrem mbaj. Ja, ma dha këtu, ta vë duhet fara, tani domethënë që mos t'i bjem gjatë në të njëjtat gjëra, që mos bëhemi të bezdisur për ata që na ndjekin. Domethënë ideja është këtu. Ky është podcasti i tretë që ne po bëjmë. Po. Falenderojmë Tanin Martinin Seldianin, falenderojmë Ervis Damon për prezencën e produkteve të tyre, Budweiser dhe Sigaria. Dhe pretendojmë që radhën tjetër të na bashkangjiten Baxhot, Gjapja i Sallameve. Në një moment, me produktet e tyre, me produktet ato që ka të shesë. Ore, duhet jetë avrina foto, burilë. Po normale më është një... Përveç përfajnë në radhë e ritmi, ne se jemi dhe pangroni, jemi me lakra me në ato gjëra. Tani duhet kapim Tani Kolën, për shembull duhet kapim pitet e hapura. Po, Tani Kolën. Tani do vi dy vetë rreth tjetër, po këtë radhë nuk e shikon ai se duhet bërë ajo që thamë që nuk jemi live, domethënë se po të ishim live në moment, do kishte gjëra tjera. Tani Kola piteria më suksesshme? Unë mendoj që ta bëjmë kështu, duke falenderuar Pamas. Po Pamas fare domethënë, Pamas kur themi pa u futur në qesera. Çdo masa do të merrem në xhemi mobilje. Duke falenderuar Pamas. E gjerem vdekun që kishim prezent. Faleminderit juve. Respekte. Duke falenderuar. Uroj t'ju eci me sukses çdo gjë që iniciativë që keni. Kjo nuk është e parë dhe e fundit që ti je prezent midis nesh. Po unë uroj të më mbani se ika prapun. Nuk do të ndër të ikësh. Ato tua. Që edhe është vështirë të ikësh. Në momentin që je këtu ti nuk e ku vetë domethënë dhe unë mendoj që kjo këtu të takon me gjithë shpirt. Kupton kjo këtu takon mund ta bash. Çfarë zona ti Remi? Kjo është me njohje e qytetit. Stafi i podcastit në bashkëpunim me Experience Gjirokastër. Shumë faleminderit. Më dhurojnë këtë. Beu të Levenishtes. Ja. Nuk kishte mënyrë më të bukur për ta mbyllur këtë podcast. Shumë faleminderit miq. Kjo s'është e para që më dhuroni, kjo nuk është vetëm unë që të dhurojmë, do vinë dhe pjesëtarë të tjerë që më të dhurojnë diçka. Këtu në këto podcaste do ketë pafund, po problemi është domethënë që do bëjmë familjen tonë. Në këtë arritje që mori ky podcast sot, unë mendoj domethënë që kjo do vazhdojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, këto domethënë janë parashikime që ne nuk duhet i bëjmë. Nuk duhet të humbim kohë me këto gjëra. Në bazë të kritikave më fal të pesë njerëzve ne do evoluojmë më shumë. Ne do të integrojmë më shumë dhe do ndihmojmë komunitetin e Gjirokastës të promovojmë më shumë bizneset e çfarë duhet. Janë të mirëpritur. Ska promovim më shumë mbi Experience Gjirokastër që të promovoj këto biznese. Mund të kritikohet Remi Zeko kur thotë hapni shtëpi publike se u çmendën njerëzit. Po vdiqin njerëzit mund. Vetëm me të delë. Themi dhe një herë.
Po qërë këta Tiranë si nga hapë mundë? Si u bërë muskujt e njerëzve, se nuk dohet ta mbytja, po janë bërë muskujt, ka vajtur muskulli na këtu. Su muskull me humbi tatuazh i bërë. Baroj. Bërë i bodi tatuazh me duanë, ju boketër. E thapu. Po ju du këtu... Kau. Po qërë këto se më farë se mund të ndjeki dhe fëmijët e vetë, po duhet të emancipojnë njerëzit të ka. Apjo, jepi vajza të punoj të. Që shqofë? Të nderuar dhe gjuhës, ju flasim nga emisioni nga një randeshje në tjetër dhe jemi këtu në zonën e retësis me sulmusin kryesor. I futu me kopë, vajzeri! Paku tribun! Kape cigare unë të njësë. Ju se ngo? E Krislamu a i papari. E përshëndesim. This is... Tani, ne kemi traditë të mbyllim në një këngë. Nga stresi të doli dhe puqët mund. I, ku erdi këtu tani bërë, të zuri vetë. Ruku dhisni kade, bëni qefin tamam, se qefi është i ëmbër, nuk blieto me para. Se rite t'ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen plaka, rinja moj nuk vjen më. Avo Elvis Damo nga kape. Moj ti që rite porta, mos dhe gjothes to në bota, se bota në kana flet, lat me gojoj qës në flet. Se dyqani tasitë, mor për balë Mitropolis, dalin vajzat e solis, nga sevda e dashuris. Jam i mira, Siam i mira, dhe në jam i mira, jam për vetën time. Jam i mira, siam i mira, dhe në jam i mira, jam për vetën time. Kur t'jer behari, qelësia, vajzat e bukura, bashkat pa putura, ande kërkoj në djemtë, duan të lodina, dira të tota, shina. Mos e mbylli. Ta hapim flosori. Mos e mbylli.